Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Një ditë e qëndrueshme për ata që janë në lidhje. Emocionet do të jenë të njëpasnjëshme dhe çdo gjë do të shkojë për mrekulli. Beqarët mund të fillojnë një histori dashurie serioze që do t'u ndryshojë mënyrën e të parit të gjërave. Në punë, përdorni imagjinatën për të arritur atje ku keni dëshiruar gjithmonë. Demi. Komunikimi në çift do të jetë i ngrohtë dhe të gjitha dëshirat do t'ju plotësohen. Beqarët mund të kenë disa takime, por do të jetë vështirë të gjejnë dashurinë e vërtetë. Mund të kryeni transaksione të rëndësishme që do të stabilizojnë situatën shumë shpejt. Binjakët. Marrëdhënia në çift nuk do të jetë problematike, por as nuk do të ketë pasionin që prisni. Beqarët mund të kenë mundësi për aventura kalimtare, por asgjë më tepër. Gjykoni mirë situatën para se të bëni shpenzime. Gaforia. Do të kuptojeni mirë me partnerin dhe do të zgjidhni një nga problemet që keni pasur. Beqarët mund të jenë të angazhuar me projekte profesionale dhe nuk do të mendojnë për jetën sentimentale. Shpenzoni me kujdes për të shmangur vështirësitë. Luani. Klima në çift do të jetë mjaft pasionante. Partneri do t'ju bëjë të ndjeni si në ëndër dhe nuk do të doni të shkëputeni prej tij. Beqarët mund të vazhdojnë të jenë në kërkim të princit të kaltër, por pa fat. Disa do të arrijnë të stabilizojnë situatën financiare dhe do të kenë përmirësime të ndjeshme. Virgjëresha. Partneri do t'ju surprizojë dhe do t'ju bëjë të harroni të gjitha të lashet. Beqarët mund të kenë mundësi të mira për të gjetur dashurinë. Situata financiare do të lërë për të dëshiruar, kështu që shmangni çdo lloj investimi. Peshorja. Çiftet mund të përjetojnë kriza dhe do të vuajnë shpeshherë në heshtje. Beqarët mund të kenë disa takime, por personat nuk do t'u ambushin aq shumë mendjen sa për të krijuar një lidhje. Në planin financiar, është koha të menaxhoni me më tepër kujdes paran. Akrepi. Dialogu, mirëkuptimi dhe harmonia do të mbizotërojnë në jetën tuaj në çift. Beqarët do të jenë më të shoqërueshëm dhe disa prej tyre do t'ju tërheqin vëmendjen. Financat do të përmirësohen dhe mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më tepër. Shigjetari. Tregoni sa më diplomat në jetën tuaj në çift, pasi partneri mund të jetë më nervoz dhe nuk do të durojë gjithçka. Jeta sentimentale e beqarëve do të marrë një kthes edhe më të mirë se më parë. Duhet të merrni disa masa strikte për të shmangur vështirësitë për sa i përket financave. Britsjapi. Pas një periudhe të vështirë për jetën tuaj në çift, sot do të rilindë dielli. Do të flisni më hapur me njëri tjetrin dhe do të sqaroni të gjitha mosmarrveshjet. Beqarët mund të kenë një ditë normale dhe pa takime mbreslënëse. Financat do të përmirësohen fal një shumë të ardhurash që do t'u japin disa të afërm. Ujori. Dita e sotme sjell mundësi për të forcuar lidhjet ekzistuese. Ata që kanë pasur debate do të gjejnë mundësi për të zgjidhur ato, ndërsa ata që kanë pasur një periudhë të qëndrueshme do të shtojnë dozat e komunikimit. Kombinimi i yjeve është i favorshëm, duke sjellë një gjendje të mirë financiare. Peshqit. Shprehni gjithçka që ndjeni dhe mendoni gjatë kësaj dite. Është më mirë të keni gjëra të hapura me partnerin në mënyrë që të mos keni probleme më vonë. Në planin financiar do të tregojeni strikt dhe nuk do të kryeni as pak shpenzime të pamenduara mirë. Horoskopi në Top Albania Radio.